Arsyet e hapjes së YouTube channel, shpreha kreativitetit. Nëpërmjet videove, vlogjeve të ndryshme ti ke mundësi të shprehësh kreativitetin tënd në art dhe në kulturë. Ndërtimi një audience nëpërmjet uploadimit ose ngarkimit të një video, ti ke mundësi që persona të ndryshëm të ndjekin, të abonohen, të komentojnë dhe të shprehin pëlqimin e tyre ose mos pëlqimin nëpërmjet videove që ti krijon. Ndikim pozitiv. Liria e kreativitetit dhe fleksibiliteti. Fleksibiliteti është që ti mund të publikosh në çdo moment të ditës. Liria e kreativitetit mund të krijosh gjithçka që është kreative dhe e bukur. Eksperimentimi me stilin dhe formatin. Ka formate të ndryshme të bukura për krijimin e videove. Formatin qoftë në gjatësinë e videove, që janë video të gjata dhe video short video, video të shkurtra. Rritja e dukshmërisë online. Nëpërmjet aplikimit të vazhdueshëm të videove, ti ke mundësi që të rrisësh për te audiencës, të krijosh edhe një bibliotekë digjitale me videot e tua të cilat persona të ndryshëm, audienca ka mundësi të shikojnë në kohë, duke pasur fleksibilitetin në kohë dhe mundësinë në çfarëdo lloj orari të mundshëm të ditës së tyre. Krijimi i një trashëgimie digjitale. Nëpërmjet uploadimit ose ngarkimit të videove, ti ke mundësi të krijosh një bibliotekë digjitale me video dhe me përmbajtje të ndryshme që njerëzit, personat aponentë